Përshëndetje të gjithëve, erdha me kënaqësi sot këtu sepse realisht është fjala për një transformim rrënjësor i cili ka nevojë të vihet në pa dhe të komunikohet sa më shumë dhe sa më mirë në një mjedis shumë të helmuar nga politika, nga gjysmë të vërtetat që janë edhe gënjeshtat më të mëdha, si edhe nga epizode të caktuara, të cilat tregojnë vullnetin e plot të shtetit shqiptar për të luftuar në të gjitha frontet me problemin e madh dhe të trashëguar të korrupsionit dhe nuk tregojnë kurrësesi që në luftën kundër korrupsionit progresi është i diskutueshëm. Sepse në fakt progresi ynë në luftën kundër korrupsionit është i padiskutueshëm. Dhe këtë e tregon shumë qartë edhe fakti se pasqyrat e të dhënave të gjithë procedurave të reja të viteve të fundit kanë një dallim shumë të dukshëm me ato të deri disa viteve më parë. Dhe ky dallim i dukshëm nuk është një rastësi, po është një rezultat i një pune të jashtëzakonshme, ku Agjencia e Prokurimit Publik dhe dua ta them këtë me një nënvizim të fortë, leadershipit të drejtores së agjencisë Rejdës dhe natyrisht fal edhe skuadrës së saj, ka udhëhequr një proces në të cilin edhe Komisioni i Prokurimit Publik në vitet e fundit është bashkuar duke faktikisht e bërë Shqipërinë të jetë një vend në këtë rajon ku siç e dëgjuam edhe nga fjala e parafolësit që këtu përfaqëson një partner të rëndësishëm në këtë proces siç është Banka Botërore, të jetë një vend lider. Një vend lider për integritetin dhe për efikasitetin e procesit të prokurimit publike. Ky fakt i nënvizuar qartësisht edhe në raportin e monitorimit të Sigmës, i cili renditi Shqipërinë të parën në Ballkanin Perëndimor dhe me diferencë nga të tjerët për performancën e sistemit prokurimit publik, do të ishte i pamendueshëm deri jo shumë vite më parë, dhe ndërkohë është rezultat i pikërisht gjithë sa thash më lart. Nga ana tjetër, dua ta theksoj që monitorimet e bëra nga institucionet e specializuara që veprojnë për llogari të Bashkimit Evropian nuk janë raporte të natyrës të shumicës raporteve që me të cilat ne ndeshemi gjatë çdo viti, që bazohen në perceptime publike, bazohen në anketime shumë të diskutueshme për nga standardet dhe bazohen faktikisht në një nivel të dhënas shkencore të pamjaftueshme. Raportet e institucioneve që punojnë për llogari të Bashkimit Evropian janë raporte të bazuar në një ekspertizë me një integritet shumë të lartë dhe të bëra nga profesionistë të cilët kanë një nivel të
vazhdimit dhe të ambicjes për të nxjerrë pa çdo tmet që është pa diskutim shumë sfidues. Kështu që vlerësimi i bërë edhe nga Sigma është një vlerësim jo thjesht teknik, siç shpeshherë përpiqet ta minimizojë përmbajtjen e këtyre vlerësimeve cili do që do të provojë të kundërtën, por është vlerësim i rezultatit të një reforme të vazhdueshme modernizuese të gjithë sistemit prokurimeve. Dhe fakti që Bashkimi Evropian në çeljen e negociatave për grup kapitullin e themeloreve ku përfshihet dhe kapitulli i prokurimit publik pati një qëndrim qartësisht pozitiv në raport me këtë kapitull flet më shumë se sa çdo koment tjetër. E dim shumë mirë se vlerësimet e Komisionit Evropian nuk janë vlerësime njerëzish që shquhen për ndonjë bujari apo për ndonjë ndjenjë solidariteti të veçantë. Janë vlerësime njerëzish që kur ulen në tryezë zemrën e kanë lënë në shtëpi. Dhe matja e integritetit të procedurave dhe njëkohësisht e integritetit të njerëzve që janë pas këtyre procedurave është pikërisht puna e tyre. Çka për ne përbën një sfidë të vazhdueshme, por edhe një arsye për të ndjerë të inkurajuar, sepse ne mund t'ja dalim aty ku duke e pamundur, faktikisht. Tek pikërisht krijimi i një sistemi imun, jo vetëm thjesht në kuptimin e përgjithshëm ndaj korrupsionit, por ndaj numrit të jashtëzakonshëm për metër katror të kushërinjve, të komshinjve, të krushve dhe të gjitha lidhjeve të tjera që e bëjnë këtë lagjen tonë këtu në mes të Europës, një lagje shumë specifike për sa i përket sfidës të ndërtimit një shteti që nuk afektohet nga lidhjet e të gjitha llojeve mes njerëzve që bashkëjetojnë në këtë shtet. Nga ana tjetër dua të theksoj që ne po e vazhdojmë reformën sepse duam të shkojmë jo vetëm më larg, po duam të shkojmë aq larg sa na çon bekimi i sotëm i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale në të veçantë, që janë realisht dhurata të një kohe të re për vende si yni, ku gjithë pravëmbetja e shkaktuar nga historia mund të kapërcehet me fuqinë e progresit eksponencial që t'jep pikërisht teknologjia. Në kushtet e progresit linear, ku bota e gjithë ecste përpara ardhjes kësaj teknologjie, natyrisht që afatet, kohërat dhe ambicjet do të ishin të një niveli shumë më modest. Dhe faktikisht sot ne jemi në një proces të avancuar për të kaluar të gjithë procesin e prokurimeve në duart e inteligjencës artificiale me një përqindje shumë të lartë të procesit që nuk përfshin njeriu. Të gjithë e keni dëgjuar dhe të gjithë e kanë dëgjuar diellën, sepse diella është bërë një fenomen botror dhe është një
grua që për nga interesi që ka shkaktuar në gjithë botën ka arritur të konkurojë në një moment në kohë Angelina Jolie, dhe nga ana tjetër me siguri keni dëgjuar edhe të gjithë skeptikët lidhur me hyrjen e diellës në këtë proces. Skeptikët sipas të cilëve algoritmet mund të kthehen në një problem pasi edhe algoritmet janë të kontrollueshme dhe të manipulueshme nga njerëzit. Është e habitshme se si edhe njerëz me një njohje shumë herë më të madhe se sa unë dhe sa ne lidhur me inteligjencën artificiale si Eric Schmidt, me cilin unë pata dhe një debat në faqet e New York Timesit, ngren si shqetësim pikërisht këtë aspekt. Ndërkohë që ajo që është shumë e thjeshtë për t'u shpjeguar është fakti se diella nuk do të veprojë në mënyrë totalisht të pavarur nga sytë e të gjithë aktorëve të interesuar, por do të jetë në çdo hap e auditueshme nga çdo aktor i interesuar. Sepse i gjithë procesi i cili do të zhvillohet përmes rrugëve digjitale dhe inteligjencës artificiale do të jetë sidoqoftë i bazuar në të gjitha kërkesat e ligjit të prokurimeve për sa i përket dokumentacionit përkatës. Dhe cilido që do të dojë ta rishikoj manualisht me sytë e njeriut procesin, do të ketë mundësinë ta bëjë këtë. Dhe kjo do të thotë që asgjë që del nga procesi si rezultat nuk do të jetë e pagjurmueshme në rast nevoje për auditimin e hapave që solën rezultatet. Është shumë e thjeshtë. Dhe në fund fare natyrisht vendimin përfundimtar për nxjerrjen e një rezultati do ta marrë përsëri Komisioni Përkatës, bazuar në gjitha dhënat që diella do të vërë në tavolinë. Ama nëse llogarisim shkurtimin marrëmendës të kohës dhe shpejtësinë marrëmendshme të procesimit të gjithë të dhënave, të cilat nuk do të mblidhen më nga operatorët, por do të mblidhen nga vetë diella për llogaritë të operatorëve, eficienca e sistemit do të jetë siç na ka impaktuar gjithçka që ka të bëjë me inteligjencën artificiale në aspektin e impaktit. Dhe në fund dua të them edhe diçka tjetër. Ajo që unë kam mësuar duke ndjekur të proces është se prokurimet janë një fush ku njerëzit të cilët merren me to duhet të kenë një nivel shumë të lartë përgatitje. Prokurimet nuk janë procese të cilat mund të bëhen apo mund të komentohen me kollajllëkun mediatik të atyre që marrin përsipër ta bëjnë këtë. Prokurimet janë procese që kërkojnë ekspertizë dhe që kërkojnë natyrisht integritet moral, por ama dhe një integritet të lartë profesional. Dhe në këtë aspekt, sfida jonë ka qenë dhe mbetet e jashtëzakonshme, pasi në Shqipëri zhvillohen mira prokurime çdo vit. Dhe janë të përfshirë mira njerëz, të cilët nuk duhet të kenë thjesht integritetin moral, por duhet të kenë edhe nivelin e duhur profesional për të bërë proceset dhe për të bërë vlerësimet e duhura. Dhe në shumë raste, ajo që kemi konstatuar është se mangësitë nuk janë domosdoshmërisht mangësi që lidhen me një ndërhyrje të korrupsionit në proces,
po janë mangësi që lidhen me mungesën e ekspertizës. Dhe këtë gjë kemi luftuar vit pas viti me gjithë proceset e trajnimeve, të protokolleve të standardizuara, të ndërveprimeve mes Agjencisë për Prokurimit Publik dhe Komisionit për Prokurimit Publik, dhe këtë kemi luftuar edhe me një ndryshim rrënjësor që kemi bërë vitin e fundit, duke i hequr të gjitha prokurimet nga niveli i parë i qeverisjes, pra nga ministrit, dhe nga agjencitë kryesore për t'i çuar të gjitha tek operatori i blerjeve të përqendruara, i cili do të kthehet në një institucion të nivelit lartë të ekspertizës për sa i përket prokurimeve në vendin tonë. Ju falenderoj shumë për durimin dhe për vëmendjen. Shpresoj që mos kem qenë i mërzitshëm me fjalën time, por dua edhe një herë me shumë sinqeritet dhe jo për arsye protokollare të falenderoj Reidën për leadershipin, të falenderoj skuadrën e APP-s, të falenderoj në mënyrë të posaçme ministren tonë të shtetit për administratën publike dhe antikorrupsionin, e cila zotron një njohje të admirueshme të gjithë labirinteve të Brukselit dhe përtej, dhe përmes kësaj njohje i vënë dispozicion këtij procesi dyert të hapura dhe nivele shumë të rëndësishme dhe shumë të domosdoshme të partneritetit dhe të ekspertizës së partnerëve tanë. Edhe duke qenë se këtu shoh një numër njerëzish që më ndjekin me kufje, ndërkohë që kam anktin e zakonshëm të mënyrës si përkthehet shqipja ime, dhe me shpresën që përkthimi nuk ka bërë dëme të mëdha. I falenderoj edhe ata, edhe shpresoj që t'ja kaloni sa më mirë në këtë moment që jeni këtu në Tiranë. Shumë faleminderit gjithëve.